Përshëndetje. Si jeni zoti Naim, si jeni Miki? Përshëndetje. Atëherë unë jam profesoresh Silva dhe sot kam një provim kur duhet të testoj Kalemin për doktoraturën. Të shohim se sa do të jetë i gatshëm për ta marrë këtë provim. Doktorata e Kalemit. Po sheqo Naim tash. Kalemi. Kam pak emocione Naim po. Me pa kopju s'ka. Dede Naim, miria një rodh. Jo. A pe keni ftoft? Bukur. Përësërej si je? Mirë, ju si jeni Kalem? Mirë, faleminderit. Jeni përgatitur sot për pyetjet? Po në ato të amen tash sa komojt njeri, asë në shkollë që është ma mirë se më përgatit. Uroj që ti fitosh këtë provë. Faleminderit, ma shumë duket paska emocione mësusja së në studenti Naim. Po dhe po. Atëherë fillojmë me pyetjet? Fillojmë me pyetje, Në rregull. edhe pse kam pak emocione, po s'ka dert. Kam u këthi pyetja që shtu. Emocionet i kemi të gjithë, por gjithsesi na kalojnë. Okej. Me kohën, domethënë. Atëherë pyetja e parë është për juve Kalem. Toka është e sheshtë apo e rrumullakët? Toka? Po. Që se pyetja, toka është, kanë mendu që është e sheshtë, gjenerata Naimit, kanë mësu thajshën është një bull për funi tokës, është e rafshte, e vrit veshën, e dridh tokën, qifti tyne kam mësu kështu, po me teorinë e Einsteinit në gjenerata re kemi mësu se toka është e rrumullakët. Sa peshon e kom ditë, po kom harru, jetojnë 7 milion banor jetojnë. Miliard. 7 miliard banor, që është një mama ka pak në em. Edhe 2% janë ma inteligent. Shtresa tjetër është pak ma mesatare. Atëherë, pyetja e dytë. Njeriu. Çfarë mendoni për njeriu? Njeriu në fillimet e para ka qenë 30 metra i gotë në em. Të mëdhaj kanë qenë, kanë jetu ko gjagat, 30 metra dhe thëtë është i bjenë së një ndërtes 8 shkotëshe. Po. Arsyeja se s'ka pos transport, është dosh me hecë kom, a e kërja kam sy për shemë, kur ka desh me shku për Gjermaninë, a qunë gjysë notën sabah kam rrisë. Autobus s'ka pos në atë ku, për i me, se ka pos 15 metra hopin e ka qitë. Po. Diko 120 km në orë ka shku vishtu hecë. Me pas, nga den 300 e kishë më rri. Atëherë? Ka pos, thojnë që kanë prejoren për majmunit, gjenerata Naimit kam su, po jo, kemi më rri për fundim që se kanë prejoren për majmunit. Atëherë si është e mundur? Kanë qenë edhe me besht, thonë që me besht kanë qenë. Okej, Ose edhe një vërtet, pyetje tjetër. shka pose me ta po bishte në em. Valla ti. Interesant akon, që ta kësha po në imin të dheqe misionin fjaf me besht i 3 mizat. Po, thonë që po orë tu shkurtu bishti. Na ty po ta shohim çdo emision s'pa bëhet në. Po bre, shorë një unë që atje tha e magjistar do me desht. I e ki paltat në im dejt e gojt, ashtë që shka bëtë me po. Ma bëj ke kështu. Tha desh, e gjësore, pret, thash, jo me burë që qështë deshna. Këna që të shqyrë. Pa me ndojë një sen, thash kështë të menu në em, thash njeri, 30 metra i gati, bjen rafësën i ndërtes 8 katëshe. Para me da me kom i ria një 30 metra gatësën i ndërtes 8 katëshe, i shduf Naimi me left me shku me përqapë. Me punu lifti i shmet me fjetë në katë pari ngrati. E çka kanë hongër ata njerëz? Me hangër se di. Nashta ushqimet i kanë pas matë moja, pak se... Kanë qenë bio ushqimet atëherë dhe i Sigurisht. kanë majtë, domethënë më tepër, kanë pas më shumë Pyetja tjetër, kalori. shka ke? Pyetja e tretë atëherë. Popullsia e Kosovës. Sa është popullsia e Kosovës? Thojnë që janë 2 milion, Po? 2 milion, pa shkollun ka, po nivelli arsimit është pak jolt, mjekët i kemë këtë shkollum, ata dështumit qka janë konë mjekësi kanë dalë në muzikë. Këtë mbitet fëmija jonë pas 5 viteve. Pas 5 viteve, keti kanë në bau shtelë në Gjermani kimi po ranë. Se të hiqër liga. Sa glo me ki. Faktikisht është kjo. Po. Gjirafa, sa ka qënë? Gjerafa thojnë akon në ka pos vetë qofën 38 km gatë, peli pjone të rejtet a ka hongër kalamuqe. Gjakonisht i kanë mojtë gjakavart, mi bon këshis dam. Atëherë, jeta mesatare, sa ka qënë para 1 milion vite? Para 1 milion vjetë kanë jetu dhe 1500 vjetë. Dikur aronë 500 vjetë edhe 100, 200 orë dhe... Para me do 120 vjetë i hishin bëllëk, thana e më atku. Po, a? 140 i martëshin. Atëherë pyetja tjetër vazhdim. A ka jetë pas vdekjes? Po thojnë që ka, po
So që kërkush me na kallzu, po pres Naimi kur des nuk quf, me na ona informacion mirë, më të na pritet. A ka krijesa të padukshme? Ka. E gjenet me lajket, ka dhe krijesa në tokë, biolog të din ma mirë me spjegu, veç që po thonë që ka. Inshallah si shojmë kur. Pyetja tjetër në vazhdim. Rrjetet sociale, sa e kanë të zhvilluar civilizimin? O, e kanë knoq rrjetet sociale. Na kanë knoq, po zote, nuk na që ngrotnojmë. O, femrat bukra kanë kopë sash TikTok, njerë bodal të morën me TikTok, u pasunun fëp dhe në fyt, tash ganim, ja gjuni lë pres filan hoteli, më stanin mo. Kreç që të bobohën, ato fër dalaverët. Po, qile një TikTok, qile, ta bëj like. Kështu që brojt me rria dhe me kështë mos cilë, atë ta lidhë kalaj. Atëherë vazhdojmë me pyetjen në vazhdim. Prej kur ka filluar ndryshimi i gjinisë? Gjinit i ka ndryshu gjithmonë, atëra ka qenë pak mjekësia më e avancume, i ktheshin pe moshlit, dhe thët pe benzin, na jem të përkeptën, pe moshlit femën moshlit, ku farë mos të shoka, thana të ku bashin nga na jem. Veç kur s'kan mujt me arrit me linë moshlit. Dhe një pyetje brenda kësaj pyetje. Po. A mund të quajnë këto që janë njerëz të skarcifikuar, do me thënë të fabrikuar keq? Shka po atë? Aso në s'pe kuptoj. Ja, që to ma kera nu. Që to ma kera, po të në eshin ta që Sa ka qenë i njohur silikoni në atë kohë? në atë kohë ka qenë silikonin form, është përdorë për naljen e pikave, për shembull këta sheki pike ndikon mshelin e vrimave, ma shumë më përdorë edhe për gjama, tash ma shumë po përdoret për buzë, për këtë dhe ne. Atëherë vazhdojmë me pyetjen e radhës. Biondinat, Po, prej kur kanë ekzistuar? blondinet kanë ekzistu gjithë, po gjithë janë njohë pak si me vonesë të zhvillimit mendor. Ja, mire janë kovit, martes kanë pos pak, s'kanë pos fatë shumë. Çfarë keni zbuluar për doktoraturën? Për doktoraturë Diçka interesante. e kam një zbulim mirë, i kam zbulu një por syza. Këta sheh edhe mas kudre me ta, A mundem me të... këta syza edhe sheh gjinin cullak, ki kujdes, pa teshe. Besoj. Qetë na em që përdan cullak me Mos bëmi u kthek gjitë. nenaj. Ja, ka data a se po mundem- punë. As A knej? mundem si Ta doktor... barash, pas kënej mu ka kry. dajt, qyrë mund me në thonë Shirë muzik. shlirë se ki qa shemë stani. Jo, që ta shëra. Si vendosh me ta? Po, Nuk e veshur? Po duke që zhveshur, brehor. Veshur jam Silva, i ki mirë syte. Ua, këto syza, këto syza nuk bëjnë, nuk janë për neve. Kështu Mos që, ja pa ti. a mundesh ti marrësh këto që janë, sepse kom pos qef gjithë me të po na em cullak. Na em, ha! O, s'il më nëherë jaron jam. Veç është të qëmë se kam qemë, alloj. Ku. Farë gjykë sa i paska, hej. Për sëresh, me pas ditë që bashkë që shteje kështa mësu pak. Isha pregadit. kush ekziston më herët, veza apo pula? Këtë duhet ta di nga juve. Ja, për mu, për Se që... asnjë student nuk e ka ditur. Për që to shkove t'i knoj si se më di. As Naimi se ka ditë, as kërkushit. Po, unë e kam tash një zbulim tjetër për bëj. Po, Muzika e lutëm. Muzika? Muzika shkon. Magjistar. Mu isha e pi ujtë dhe qesë zhëlleta. Po, këshmet. Tarararana. Stop muzika. Hajde që tash të puthi. pasha zoti ku. Ka ju? Apo të me qitë zhëllet? Jo, valloj. Es më puthi, es puthi. Tash ushtrani do të me të puth për me dollë zhëlletat. Jo, mua nuk më put. Ja, valloj, pas puth nuk del zhëlleta. Jo, atëherë. Se vish pak ave të të nga që tu, unë si të puthi ty kënej na ime ngrej penin. Zhëlletat dhe jesin dhe. Jo, atëherë nuk e ka.
Naj. Mirë se erdhe. Atëherë, ne mund të vazhdojmë për pyetje tjera më vazhdim. Atë ju përshëndesim gjithëve. Kjo ka konen. Cila zhileta? Ku e, që to të kësha puth, në em, jo zhileta për të kësha qitë sa kitë se na. Na, kusu, po ma kia zen. Jo.